Bismillahirrahmanirrahim. Vëllezër të dashur, pasi përfunduam atë historinë e Taifit, është normal edhe është shndruar, si më thanë, në një lloj standardi në tekstet biografike të profetit sallallahu alaihi wasallam se pas këtyre 3 provave të njëpasnjëshme që ndodhen në një har kohor relativisht të shkurtër, pra brenda disa muajve apo brenda një viti i cili u quajt viti i hidhërimit, pra këto 3 prova ishin humbja e Ebu Talibit, humbja e Khatijes radiallahu anha dhe incidenti apo ngjarja e Taifit, që ishte vërtet e rëndë ndër të tjera bazuar edhe tek transmetimi drejt për drejt i Aishës radiallahu anha rreth të sa ashtu quajturës ditës më të vështirë të jetës së profetit sallallahu alaihi wasallam. Pra pas këtyre 3 ngjarjeve, si rregull librat e sirës përmendin ngjarjen e Isras dhe Miraxhit. Përpara se të hyjmë tek kjo, do të bëjmë 2 le të themi parahyrje, të cilat janë njëra me sfond deri diku konceptual dhe tjetra me sfond historik, për ta kuptuar më mirë se për çfarë po flasim, në kuptimin që është e vërtetë që ngjarja e caktuar apo ngjarjet e caktuara në jetën e profetit sallallahu alaihi wasallam kanë vlerë sikur të mos i paraqesësh dhe sikur të mos i bashkëshoqërosh me asnjë shpjegim apo me asnjë tefsir apo me asnjë kontekst, kanë vlerë në vetvete për arsyeën se ose janë le të themi frymëzim hynor drejt për drejt, ose janë sjellje e tij në përputhje me frymëzimin hynor nga ai i cili karakterizohej. Por duke qenë se e kemi marrë përsipër ta bëjmë këtë punë për te limiteve që na karakterizojnë në mënyrën më të mirë të mundshme me fjalë, edhe pse është në një farë mënyrë kështu si oksimoron kjo që sapo thash, gjithsesi është e mirë që pra është e udhës që ti pajisim me shpjegim gjërat që flasim në kuptimin që të mos na qëndrojnë në ajër dhe të mos na qëndrojnë le të themi të palidhura me njëra tjetrën. Jo vetëm që të na bëjnë më tepër dobi neve si besimtar, jo vetëm që të na bëjnë le të themi më tepër dobi ne si njerëz që kërkojmë përsosmërinë ashtu siç na është premtuar në Kur'an tek shembulli profetik, gjë tek e cila neve nuk dyshojmë, por mbi të gjitha kemi thënë atë që un kam merakun ta shpjegoj në mënyrë të vazhdueshme dhe ta theksoj me këmbgulje që ligjërimi ynë është ligjërim që duhet të përfytyrojë një audiencë jo besimtare në kuptimin jo familjare me këto konsiderata dhe me këto të dhëna dhe me këto zhvillime të jetës së një njeriu që praktikisht ka jetu 15 shekuj nga këtu ku flasim, dhe që kushdo që nuk ka dritën e imanit në zemër ka drejt bëj pyetjen që përse duhet të preokupohemi ne dhe të studiojmë jetën e dikujt kaq larg nesh, si nga pikpamja gjeografike ashtu si dhe nga pikpamja historike apo kulturore, dhe përgjigjen e kemi dhënë dhe praktikisht vetë kjo mbledhje që bëjmë me njëri tjetrin është përgjigje e kësaj pyetje, që do të thotë nuk ka dritë dhe nuk ka udhëzim përveç se përmes udhëzimit të tij. Dhe në këtë kuptim këto shpjegime që do të bëj tani, domethënë shpjegimi i parë është një vazhdimsi e një ligjërate që me sa mbaj mend ka qenë ligjërata numër 11 që kemi marrë, që ka qenë një ligjëratë e shkëputur dhe me karakter tejet teorik, si me thënë, dhe e kemi quajtur limitet e arsyes. Dhe kemi thënë që të gjitha grupet shoqërore dhe të gjitha variantet alternative të së vërtetës që qarkullojnë në të gjitha shoqëritë dhe në të gjitha kohrat ndahen në një farë mënyre në 2 mega grupe apo në 2 grupe të mëdha. Në grupe të cilat besojnë se e vërteta e tyre është edhe racionale edhe irracionale, në kuptimin që ajo mund të kuptohet dhe mund të përftohet dhe mund të shpjegohet edhe përmes arsyes, por edhe vjen një moment që arsyeja nuk i shpjegon të gjitha gjërat, dhe kjo pastaj mbulohet me dogmën, sepse historikisht këto grupe dhe këto doktrina përkojnë me fete mëdhaja abrahamike. E kam sqaruar dhe këtë çfarë do të thotë fete mëdhaja abrahamike, sepse ka hoxhallar të nderuar që e
le të themi e refuzojnë apo nuk e rekomandojnë përdorimin e këtij termi. Ky është term për voli studimi për t'i ndarë fetë qiellore nga fetë pa libra, sepse fetë janë dy lloje, fe qiellore dhe fe pa libra. Fetë qiellore janë ato që ka shpall Allahu, që do të thotë feja është një, po fetë si zhvillime historike të manifestuara në kohë dhe të shtrira në histori janë judaizmi, janë krishterimi dhe janë islami, dhe është tautologji edhe e përsëritje e kotë, themi që dy të parat janë devijime dhe e treta është e vërtetë, sepse këtë e dim domethënë me symyll. Por dallimi midis këtyre tre doktrinave nga doktrinat e tjera është që këto kanë pasur një libër, këto kanë pasur një shpallje, këto kanë pasur profet përkatës, dhe pastaj zhvillimet e tyre historike kanë qenë të tilla që dy të parat kanë le të themi kanë evoluar dhe janë zhvilluar duke humb autenticitetin, originalitetin dhe vërtetësinë e tyre, kurse e treta, siç Allahu e thot vetë në ajetin 9 surës Hijri, me fjalë që ne e kemi shpallur këtë dhikër dhe ne do ta ruajmë atë, që do të thotë për aq kohë sa ruhet Kurani dhe ai është premtuar që do të ruhet deri në Kiamet, ruhet praktikisht e gjithë feja, dhe gjysma tjetër e kësaj feje është rujtja e autenticitetit të sunetit dhe të shembullit profetik, pra të sirës edhe të hadithit dhe të gjithçkaje që profeti tha dhe bëri sallallahu alaihi wasallam. Në këtë sfond doktrinat që e refuzojnë bindjen se çdo gjë mund të shpjegohet racionalisht janë fetë. Dhe kur them doktrinat, po flas me gjuhën e, le të themi, historisë me një ngjyrim deri diku marksist, në kuptimin që çdo gjë që qarkullon në histori është një e vërtetë e cila konkuron me të vërtetat e tjera. Për ne Islami nuk është një doktrinë. Pra Islami ka një doktrinë të vetën, ka një akide të vetën, ka një themel të vetën, por Islami është mënyrë jetese, është shpallje tek e fundit dhe është le të themi në nështrim i Zotit edhe domethënë përulje e tij me vullnet të lirë, pra jo thjesht në paqe, sa ajo përkthimi në nështrim i Zotit në paqe, praktikisht i bi që në gjendje lufte do ishte gjë tjetër. Por me paqe apo përmes vullnetit të lirë dhe dëshirës sonë plot, ky është përkufizimi i Islamit. Dhe fetë nuk kanë as edhe një lloj, dhe në këtë moment nuk flasim më për fetë, përgjithësi po flasim për Islamin dhe muslimanët që na përkasin ne nuk kemi as edhe një problem të pranojmë që nuk mundemi dot të shpjegojmë racionalisht gjithçka që ndodh, jo vetëm si burim të besimit dhe të fesë son, por edhe në shoqëri, edhe tek vetja jonë, edhe ke dukuritë shoqërore, edhe ke gjithçka që ndodh në zhvillimet politike, në zhvillimet shoqërore etj. Me radhë, ne nuk mund t'i shpjegojmë dot racionalisht, duke u nis nga një premisë e thjeshtë dhe vetkuptueshme që mendja e njeriu ka aftësi racionale të kufizuar dhe është e destinuar që të dështojë nëse përpiqet që t'i shpjegojë racionalisht të gjitha gjërat. Dhe besimtarët apo ata njerëz që besojnë tek një fuqi hyjnore që i tejkalon ata, këtë minus, le të themi, nuk është minus në kuptimin që ne e kuptojmë minusin, por këtë minus në kuptimin që nuk i japin dot shpjegim gjithçkaje përmes arsyes tyre, e mbulojnë dhe e zëvendësojnë në mënyrë fare të natyrshme dhe le të themi ngushëlluese përmes dogmës, që do të thotë ka shumë gjëra që Allahu i ka thënë në Kur'an dhe të cilat ne duhet i besojmë për arsyen jo se na e kam qef neve urtësinë e tyre, sepse praktikisht pastaj i bie që ta akuzojmë me udhubila Zotin se lun me hile me ne, por nuk është ky rasti dhe asnjëherë nuk është ky rasti, por arsyeja dhe mendja e njeriu është gjithmonë e pamundur që të japi shpjegim racional të gjithave gjëra. Përkundër kësaj, ata të cilët e akuzojnë fen dhe i akuzojnë besimtarët dhe i akuzojnë doktrinat fetare në përgjithësi si të pamjaftueshme për t'i dhënë shpjegim botës, historisë, njerëzit, individit, shoqërisë e kështu me radhë, i akuzojnë pikërisht në emër të racionalitetit dhe përrjedhoj në momentin kur akuzon njëna palë njënën tjetër për një gjë, atëherë premisa fillestare që duhet përmbush paraprakisht është që pala që akuzon duhet ketë mundësitë e plota që t'i japi shpjegim botës dhe shoqërisë dhe individit dhe çdo gjëje tjetër në mënyrë të plotë në kontekstin e një racionaliteti total.
për aq kohë sa nuk e bën vetë, atëherë nuk mund ta kërkosh vetë tek të tjerët. Dallimi është që askush këtë nuk e ka bërë dhe të gjitha doktrinat e mëdha shoqërore, morale, konceptuale, kulturore, politike, të cilat më pas janë manifestuar në zhvillime të mëdha, jo vetëm politike, por edhe ushtarake, të ashtu quajturave fuqi të mëdha dhe të ashtu quajturave vlera franceze që e kanë zemrën tek liberalizmi dhe tek iluminizmi, apo vlera amerikane që e kanë zemrën edhe rranjën tek liria e fjalës, tek liria e votës e tjera me radhë. Të gjitha këto doktrina nuk ja kanë dalë kur dhe nuk kanë për t'ja dalë kur, sepse kjo është domethënë ky është vullneti i Allahut, ky është caktimi i tij, kjo është urtësia e tij që jo çdo gjë që ai ka kriju dhe ka caktuar që të ndodhi mund të shpjegohet racionalisht, por pala e besimtarëve me palën e jo besimtarëve të kësaj natyre, këtu është avantazhuar për arsyeën se nëse të parët kanë detyrimin që t'i qëndrojnë besnik këtij pretendimi që e kërkojnë për të tjerët, para së gjithashtu duhet t'i qëndrojnë besnik për veten, nga ana tjetër besimtarët dhe le të themi pasuesit të doktrinave fetare nuk kanë detyrimin të shpjegojnë çdo gjë racionalisht, sepse e kanë në të vërtetën e tyre, në origjinën e të vërtetës së tyre, pamjaftueshmërinë e individit të cilit i është shpallur kjo gjë. Pra kjo e vërtetë e madhe. Dhe në këtë kuptim, limitet e arsyes, neve nuk e themi me entuziazëm të madh që na karakterizojnë të gjithëve, por e themi si një, le të themi, fakt dhe si një të vërtetë që është aty e përhershme për të gjithë kohët dhe për të gjithë njerëzit. Dhe në këtë kuptim kam thënë që kur të vijmë në diskutime të tilla, siç ishte edhe këtë shpjegime kam bërë në vigjilje të ngjarjes kur profetit sallallahu alaihi wasallam i hapet gjoksi nga Xhibrili, që do të thotë ka disa gjëra në jetën e profetit sallallahu alaihi wasallam që ne i besojmë dhe nuk kemi çfarë diskutojmë tek to, sepse nuk kemi si e shpjegojmë. Dhe ngjarja e ngjarjeve që domethënë duhet ky lloj shpjegimi paraprak për të qenë sa më familjar dhe për të qenë sa më komod është Israja dhe Miraxhi, që do të thotë nuk ka fe që ka një ngjarje të tillë në doktrinën e saj dhe nuk ka fe që ka një ngjarje të tillë në historinë e profetit të cilit i është shpall libri i asaj feje. Në këtë kuptim ne nga një anë nuk e druajmë fare, pra nuk druhemi fare ta pranojmë se ajo është e vërtetë, ashtu siç Allahu e përshkruan edhe në ajetin e parë të surës Isra, edhe në ajetet e para që do t'i lexojmë dhe do t'i përmendim pak më pas të surës Nejm, dhe nga ana tjetër në hadithe dhe raportime të shumta, prandaj dhe dietarët kanë thënë që Isra dhe Miraxhi, si do ta themi pak më pas, nuk është një ëndër dhe nuk është një iluzion dhe nuk është një vegim i vërtetë i profetit sallallahu alaihi wasallam, por është një realitet me trup dhe me shpirt dhe me zemër dhe në kuptimin fizik të fjalës, dhe këtë neve nuk kemi pse ta themi. Pse po them këtë, nuk kemi pse, pra nuk kemi pse ta mohojmë apo pse ta le të themi ta fusim veten në sikletin që të gjejmë në një lloj shpjegimi materialist në përputhje me mënyrën se si funksionon bota shumë shekuj pasi kjo ngjarje ndodhi. E them këtë për arsyeën se ka biograf të sirës, kryesisht nga modernistët arab të shekullit 19 dhe të shekullit 20, që thonë që duhet të bëjmë lëshimin që ta pranojmë se Israja dhe Miraxhi është një vegim profetik, është një, le të themi, përfytyrim që atij është dhuruar, por nuk mund ta pranojmë kurrësi që profeti sallallahu alaihi wasallam shkoi me trup dhe me shpirt në Jeruzalem dhe pastaj nga Jeruzalemi drejt qiellit, me një fjalë drejt Allahut, siç do ta shpjegojmë, sepse kjo bie në kundërshtim me mënyrën se si funksionon bota sot, dhe këtë ne nuk mund ta bëjmë e para për llogaritë të vërtetësisë dhe autenticitetit të argumenteve, ajeteve kuranore dhe haditheve profetike, por e dyta edhe për llogaritë të vërtetësisë dhe le të themi burrërisë së krenarisë që ne duhet na karakterizojë lidhur me ngjarjet e jetës së profetit sallallahu alaihi wasallam. Pse? Sepse në qoftë se ne besojmë se Kurani dhe pastaj jeta e tij është imponim dhe sfidë për të gjitha versionet alternative të gjitha shoqërive dhe të gjitha kohërave, që kur i ka kriju Allahu ato si, le të themi, mënyra të menumi dhe mënyra të besuarit të vërteta apo të shtremta, deri në kiamet, ato kanë vetëm një sfidë, që është Kurani, që është Islami, që është profeti dhe që është e vërteta
kuranore dhe islame. Në këtë kuptim ne nuk mund të fshihemi duke bërë ndryshime eventuale në jetën e profetit sallallahu alaihi wasallam apo duke i bërë interpretime të gabume për llogari të davetit. Këtë nuk duhet ta bëjmë. Nga ana tjetër, dhe kjo është ana tjetër e medaljes, thënë këtë domethënë, ne nga ana tjetër kemi detyrimin që jo vetëm kur flasim mes nesh, por edhe kur ja u shpjegojmë të gjithë njerëzve, t'ja u bëjmë këtë lloj shpjegimi me qëllim që jeta e profetit dhe ngjarjet e tij të jenë, le të themi, të shëndetshme, jo vetëm dhe iman plotësuese, jo vetëm për ne, por të jenë ftuese edhe për ata, duke ju thënë që është e vërtetë që ka gjëra të cilat ne i besojmë dhe tek e fundit fare imani është pikërisht ky, që ti të besosh përpara se me e shpjegu racionalisht. Dhe në akiden e ehli sunetit dhe xhamatit është pikërisht kjo, që do të thotë ne besojmë paraprakisht gjithçka që thot Allahu dhe i dërguari dhe pastaj apo njëkohësisht, por kurrë përpara kjo, pastaj neve apo njëkohësisht mundohemi të shpjegojmë me aq sa mundemi racionalisht urtësitë dhe mirësitë e këtyre dy burimeve të mëdha. Nuk ndodh që ne të fillojmë të shpjegojmë racionalisht edhe të hulumtojmë dhe pastaj dalim përfundimin që tani na e mushën menjen këto argumente dhe tani po e besojmë. Kjo sigurisht që është një metodë, po themi, eksperimentale apo një gjë që njerëzit edhe mund ta bëjmë. Kur i ftojmë njerëzit në fen tonë edhe këtë mund ta bëjmë. Sigurisht që njeriu nuk mund të besojë me i herë, por pasi njeriu të hyn drita e imanit në zemër, është afërmendsh që mjafton ta thotë Allahu diçka në Kur'an dhe kjo nuk ka diskutim. Më mrapa, me një herë pas kësaj mund të ulemi dhe të përpiqemi dhe kjo është më e mira, të thellohemi se pse ndodhi kjo dhe pse ndodhi ajo, për ato gjëra që lejohet, sepse ka gjëra që nuk duhet me u thellu. Çfarë do të thotë nuk duhet me u thellu? Profeti sallallahu alaihi wasallam thotë, popujt përpara jush u shkatruan kur pyesnin shumë për çështjet e kaderit. Është pikërisht kjo që po themi, limitet e arsyes nuk ta pamundsojnë ty të kuptosh se çfarë do të thotë urtësi për këtë ngjarje dhe urtësi për atë ngjarje, urtësi për këtë caktim dhe urtësi për atë caktim. Vritë menjen sa dush, nuk e ndan dot, sepse bota është e madhe, fatet njerëzore janë të mëdha, sepse ka edhe një gjë këtu, nëse fillon dhe hulumton për kaderin, që ta kuptojmë në zemër situatën, në thelb ti je duke ngrit pyetjet për gjërat e këqija që të ndodhin dhe për sprovat që të ndodhin. Nëse fillon të mbash një standard të njëjtë, jo të dyfisht, edhe për begatit dhe mirësit që ndodhin, je duke bë pyetjen vetes dhe Zotit që pse më jep edhe mirësi, se nëse i bëjnë pyetjen që pse më jep këtë keqe, është ajo çështja që e kam përmend në fillim fare, çështja e teodisesme, çështja sepse ekziston e keqja në botë. Duhet me i bë pyetjen vetes që pse ekzistojnë edhe e mira. Në këtë kontekst, përtej faktit që ka ngjarje në jetën e profetit sallallahu alaihi wasallam, të cilat ne nuk i shpjegojmë dot, por i besojmë si të tilla, nga ana tjetër, ju themi njerëzve, dhe kur them ju themi njerëzve, këtë duhet ta bëjmë në mënyrën më të mirë të mundshme me të gjithë njerëzit, atëherë kur të ketë mundësi në hapësirë private apo publike, në ligjërime me pak njerëz apo me shumë njerëz, duke ju thënë që në jetën e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe në të gjitha ajetet kuranore ka vetëm një të vërtetë që është unifikuese dhe përbashkësuese, që ato nuk kanë as edhe një gjë për të fshehur, që do të thotë feja nuk është një dije okulte që ti duhet të hysh tek ajo edhe pastaj ta kapësh grad. Jo, ti mund të mos hysh në fe dhe praktikisht ti duhet të kesh një lloj qartësie paraprake për të gjithë vërtetësinë e argumenteve aty. Dhe në këtë kuptim, ky është një shpjegim që unë kam merak ta bëj vazhdimisht, duhet me ju thanë njerëzve dhe duhet me i thanë njëri tjetrit para zgjithash që nuk kemi pse të frustrohemi për asnjë gjë që i ka ndodhur profetit sallallahu alaihi wasallam dhe neve jemi të anshëm në momentin kur flasim dhe kur diskutojmë. Çfarë do thotë jemi të anshëm? Ne nuk hym në një bisedë fetare apo ne nuk hym në leximin e Kuranit apo ne nuk hym në leximin e jetës profetike duke thënë ta lexoj një herë të shoh çfarë diskutohet aty dhe pastaj jo, nëse je besimtar, nëse je musliman, ti je i anshëm. Edhe në leximin e historisë, për shembull, me shiat ne kemi shumë gjëra të cilat nuk bim dakord. Ata janë të anshëm, ne jemi të anshëm. Nuk mund të hyjmë në diskutim neve për Ebu Bekrin apo për Umrin, duke diskutuar me njëri tjetrin, pra me palën përballë dhe pastaj në një farë momenti të diskutojmë që a është e vërtetë që themi ne apo a është e vërtetë që theni ju. Jo, kjo nuk shkon. Ne hyjmë me premisën që sahabët janë të gjithë të sinqertë
ne hymë me premisën që sahabët janë të gjithë të drejtë, ne hymë me premisën që sahabët janë të gjithë autoritet dhe burim fetar për aq kohë sa kanë dëgjuar profetin sallallahu alaihi wasallam. Në këtë kuptim ne nuk mund të hymë të pamshëm dhe historia nuk është, le të themi, një rënditje e fakteve, por historia është një produkt teorik i anshmërive paraprake që në premis. Në këtë kuptim Isra dhe Miraxhi janë të vërteta, është e vërtetë si ngjarje dhe si përvojë dhe ne nuk kemi asnjë lloj frustrimi për ta thënë këtë. Nga ana tjetër, siç e thash, ne duhet të shpjegojmë maksimalisht gjithçka që është e shpjegueshme për sa i përket asaj që ka ndodhur me pjesën tjetër të jetës së profetit sallallahu alaihi wasallam. Kjo ishte ajo që unë e quajta si hyrje e parë lidhur me atë që e kam quajt limitet e arsyes dhe që është barë që bie mbi ata që na akuzojnë ne, domethënë si besimtar në gjëra të pa qarta apo të çuditshme për llogari të arsyes. Por këtu është më e bukura. Kjo që thash unë do të kishte më tepër kuptim sikur kjo të thuhej në shekullin e 19, kur feja të goditej nga një perspektivë moderniste. Unë kam thënë, feja sot në shekullin e 21 dhe në një qytetërim postmodern nuk goditet nga një perspektivë moderniste që si mundet ju të besoni gjëra të cilat nuk i shpjegojnë racionalisht. Kjo është, le të themi, e shkuara e një iluzioni që tashmë ka vdek. Për aq kohë sa besohet Meri Shehu, një njeri i tillë thot, po mirë besojeni dhe ju këtë, që do të thotë mozaiku i besimeve në shoqëri është, dhe si rregull jetë e motë këto gjithmonë kanë qenë, pra mozaiku i besimeve të shtremta në një shoqëri është aq i madh sa vjen një moment që edhe fetë bëhen pranueshme, që do të thotë është bukur të besosh në një Zot, është bukur të besosh në një energji pozitive, është bukur të besosh në një gjë që ti e përfituron se të bën të ndihesh mirë etj me radhë. Pra hym tek një lloj areali estetiko-shpirtëror dhe nuk hym në një, le të themi, areal pra në një sferë pastërtisht morale dhe doktrinore siç janë fetë e mëdha. Në këtë kuptim, ai shpjegim që bëra unë vlen në një kontekst historik, por nuk na vlen në kohën e sotme. Prandaj dhe kam thënë, sfida që ne kemi sot në mënyrën se si i ftojmë të tjerët në besimin ton, nuk është që t'i ftojmë ata të besojnë diçka që nuk mund të besohet për ta. Sfida është t'i ftojmë ata të mos besojnë bullallaqet që besojnë. Dhe mënyra se si njerëzit besojnë çdo gjë, që do të thonë çdo gjë që lëviz fluturon, në këtë kuptim na e bën të vështirë neve davetin për arsyen se grupet shoqërore nuk janë më 2, 3, 4 apo 7, maksimumi 10 që njihen historitë e tyre, njihen doktrinat e tyre, njihen të vërtetat e tyre dhe pastaj në nivel idesh të debatojmë me to. Jo, ka aq shumë të vërteta sa çka dhe individ, që do të thotë për aq kohë sa mënyra se si individët mendojnë dallon nga njëra tjetra, atëherë duhet me gjetë gjuhë të ndryshme për të gjithë individët bashkë dhe kjo është shumë e vështirë. Pra kjo është arsyeja kryesore se përse njerëzit në xhami nuk shtohen, e thënë kështu troç fare, më fal. Nuk dim si t'ju flasim njerëzve, pse? Kuptohet, një anë është edhe pa aftësia jonë, por nga ana tjetër, habia më e madhe është që nëse fton apo nëse diskuton, nëse edhe i temë për te fesë me 3 njerëz të ndryshëm, janë 3 qeveri të ndryshme. Janë 3 mënyra të ndryshme të njëjtit për arsyeën se densësia e madhe e informacionit që vjen për internetit edhe mass medias është aq e madhe sa brumosja brenda tyre e njerëzve ndryshon në mos me ditë, me javë apo me muaj. Në këtë kuptim, gjithë ky kontekst gjithë kjo hyrje që bëra ka të bëjë me një të shkuar moderniste që akuzon, le të themi, të vërtetën fetare nga një pikpamje materialiste. Sot Isra dhe Miraxhi, po t'ia thuash gjithë njerëzve, e konsiderojnë si një lloj kështu të vërtetë folklorike, që sa gjë e bukur është të shkosh në qiell dhe të takosh Zotin e të flasësh me Zotin e tjerë me radhë. Por, dhe këtu është cekcia, nuk marrin seriozisht asnjë lloj produkti që del prej kësaj. Dhe këtu dallon me një fjalë ai që është besimtar i vërtet nga ai që le të themi mahnitet nga pirueta të tilla, le të themi të gjërave të çuditshme që në një farë mënyrë ka njerëz që besojnë se ju zbukurojnë jetën.
Kjo është hyrja e parë dhe unë e mendova, nuk thash që në fillim, Isran dhe Miraxhin do ta bëjmë sot, do ta bëjmë edhe herën tjetër. Sot do të merremi pak a shumë me Isran, sepse është një gjë Israja dhe është një gjë Miraxhi, dhe tani do bëjmë edhe një hyrje të dytë që ka lidhje me kronologjinë dhe me kontekstin. Dhe thash që gjithmonë në pjesën dërmuese të rasteve, Israja dhe Miraxhi, kjo ngjarje e brenda një nate të vetme, vjen gjithmonë pas 3 vështirësive dhe 3 sprovave që i ndodhën profetit sallallahu alaihi wasallam, pra vdekja e Ebu Talibit, vdekja e Hatixhes dhe vdekja e, edhe incidenti i Taifit dhe vështirësia që profeti sallallahu alaihi wasallam hasi atje. Por e vërteta është që tek Sira ibn Hishamit, dhe pse e lash për ta bërë tani këtë shpjegim, e lash për arsyeën se në të gjithë librat e Sirës që lexojmë, e thash, kronologjia është e tillë dhe përrjedhoi në raport me të gjitha gjërat që kanë ndodhur deri në këtë moment në Sirën profetike, thuhet me një, le të themi, unanimitet tashmë të stabilizuar që Israja dhe Miraxhi kanë ndodhur në vitin e 10 të profecisë, pra në Mekë. E vërteta është që Ibn Hishami e vendos përpara vdekjes së Hatixhes, e vendos përpara vdekjes së Ebu Talibit dhe e vendos përpara incidentit të Taifit, pa dhënë një datë dhe pa dhënë një vit. Edhe në vitin e 10, autorë të ndryshëm, kryesori është Ibn Saad, që ka shkruar Tabakatet, që e kemi përmend në fillim fare, që është një ndër autoritetet e Sirës, bashkë me Beladhurin edhe me Taberiun, edhe me Ibn Hishamin edhe me Ibn Hisakun. Tabakatet e Ibn Saadit thotë që kjo ka ndodhur në vitin e 10 të profecisë, pra në vitin e 10 të Mekës, por nuk jep një datë, as një muaj. Domethënë, jep raportime të ndryshme që ky mendohet këtë thënë kështu, ky mendohet këtë thënë kështu, por nuk ka as rivajet nga profeti sallallahu alaihi wasallam dhe as rivajet nga sahabët, nga njëri sahabë, pra nuk ka nga asnjë sahab autenticitet të vërtetësisë. Nga ana tjetër, Ibn Hishami thotë që nuk kemi datë, por tek sira e tij, pra Ibn Isaku dhe Ibn Hishami më pas që e kompilon sirën e tij, thotë që kjo ka ndodhur përpara dhe nuk jep vit, që do të thotë në vitin e 10 jo. I bit këtë ndodh ose në vitin e 9, ose në vitin e 8, ose në vitin e 7, ose në vitin e 6. Tani problemi është që Israja përmendet në fillimin e surës Isra. Dhe Israja çfarë do të thotë? Isra në gjuhën arabe do të thotë udhtim natën, udhtim nokturn. Pra nëse bën një udhtim natën, me çfarë do lloj mjeti me fjalë, quhet udhtim nokturn. Dhe quhet një udhtim, sepse përmendet një herë në Kur'an. Pra, jo thjesht përmendet një herë, por përmendet si një udhtim, se u shpreha keq. Miraxhi, pra është Israja është shkuarja apo dërgimi nga Meka në Jeruzalem. Miraxhi është ngritja nga Jeruzalemi drejt qiellit dhe deri kur takoi Allahun dhe foli me të, kuptohet pas një hijabi, si do ta themi këtë javës që vjen. Tani për Miraxhin flet surja Nejm, dhe unë do të lexoj tani ajetet që flitet për surën Nejm. Bismillahirrahmanirrahim. Betohem në yllin kur perëndon, se shoku juaj Muhamedi nuk ka humbur dhe nuk ka devijuar. Pra Muhamedi është në klapa, por që nuk kuptohet. Ai nuk flet sipas dëshirës së tij, por ajo që thotë është vetëm shpallje hynore që ai vjen atij. Atë ja ka mësuar atij një engjëll shumë i fuqishëm, që është Xhibrili pra, mendje lart dhe që ju shfaqi qartë në horizontin më të lartë. Pastaj ju ofrua duke zbritur dhe i qëndroi pranë sa hapësira midis dy harqeve ose edhe më afër. Atëherë Allahu ja frymëzoi robit të vet shpalljen nëpërmjet Xhibrilit. Zemra e Muhamedit nuk gënjen për atë që ka parë, dhe flitet për Miraxhin. Vallë, a do të kundërshtoni atë për çfarë ka parë? Tani u drejtohet Mekasve. Në të vërtetë ai e ka parë Xhibrilin edhe një herë në Sidratul Muntaha, do ta shpjegojmë çfarë është Sidratul Muntaha, ku ndodhet xheneti i strehimit. Atëherë Sidrën e mbulonte ajo që e mbulonte. Shikimi i tij i Muhamedit pra nuk u shmang dhe nuk shikoi përtej asaj që ishte i lejuar të shihte, por ai pa disa nga mrekullitë më madhështore të Zotit të tij. Tani këtu kjo Ajetul Kubara do t'i shpjegojmë se kush janë. Por ai pa pra disa nga mrekullitë më madhështore të Zotit të tij. Dhe tani këto janë 18 ajetet e para. Ajeti 19 është: a e keni parë Latën dhe Uzën dhe Menatën të tretën dhe të fundit e kësaj trinie, vallë për ju janë djemt ndërsa për ato vajzat, kjo është një ndarje e padrejtë e tjera me radhë.
Po ta mani men, ajetet 19 dhe 20 ne I diskutuam tek ngjarja e të ashtu quajturave vargje satanike, prakisatul garanik. Dhe tham që kjo ndodhi në vitin e 5. Kjo është e bukur dhe më e rëndësishmja. Tani në vitin e 5, surja Nejm ishte shpallur deri minimumi deri në ajetin 20. Që do të thotë ajeti 19 ishte e keni parë Latin dhe Uzën dhe pastaj ajeti 20 dhe të tretin prej tyre Menatin dhe tham që pasi ranë në sejdë, në fund fare ajeti fundit është që adhurojnë Allahun dhe binin në sejdë. Dhe pasi ranë në sejdë besimtarët, tham që ranë në sejdë edhe jo besimtarët. Gjë pastaj që u bë qimja tra dhe shkoi deri në pikën sa atje në Abisini ju shkoi lajmërimi që janë bërë mushrikët e Mekës besimtarë, kanë rënë në sejdë bashkë me besimtarët, atëherë nuk ka logjik të rrimë në Abisini dhe të kthehemi tani. Tani në momentin kur themi që në surja Nejm ka ndodhur, pra është shpallur në vitin e 5 dhe për këtë kemi mendime të stabilizuar për arsyeën se nuk ka dyshim që kjo ka ndodhur në vitin e 5, për arsyeën se ka raportime të drejtë për drejta historike për këtë. Atëherë I bie që Isra dhe Miraxhi në momentin që flasim, pra në vitin e 5 të ketë ndodhur. Sepse surja Nejm nuk është shpallur në vitin e 10. Surja Nejm është shpallur në vitin e 5. Ajo që e dëshmon akoma dhe më tepër këtë të vërtet është që Ibn Said an-Nas ka qenë, ky është një ndër autorët edhe një ndër historianët dhe një ndër kronikanët më të rëndësishëm andaluzian, është I shekullit të 14-15 në Andaluzi në Sevilla. Ky ka një libër Uyunul Ather. Uyunul Ather përkthehet origjina e transmetimeve apo burimi I transmetimeve, burimi I të dhënave, si më thon. Dhe ky thotë që në një tekst që unë e kam, por që teksti nuk është më, domethënë në qarkullim dhe nuk mund ta verifikoj më dot askush tjetër sepse është zhduk me fjalë, praktikisht mund ta marrim me mend, ata kanë pas dorëshkrime që më pas me kalimin e kohës për shkak të mënyrës së dorëshkrimeve janë zhduke dhe I kanë ngrënë krimbat edhe janë djeg aty me radhë, e kështu me radhë, dhe ky është fati me shumë libra të lartësisë me fjalë, edhe përpara Islamit, po edhe në traditën tonë. Ky thotë që ka një transmetim të Ibn Shihab az-Zuhrit, dhe Ibn Shihab az-Zuhrit e kemi përmend bashkë me Urwa ibn Mas'udin, bashkë me Urwa ibn Zubairin dhe bashkë me Aban ibn Uthman ibn Affanit si tre ndër burimet kryesore nga tabiinët për kronikanët e sirës, dhe Ibn Shihab az-Zuhri thotë që unë mendoj që Isra dhe Miraxhi ka ndodhur në vitin e 5. Tani ajo që është e çuditshme këtu është që dietarët në përgjithësi thonë që namazi u bë I detyrueshëm për besimtarët në vitin e 10 dhe e thonë u bë I detyrueshëm për vitin e 10 jo se ka ndonjë transmetim të drejtë për drejtë nga profeti që ne filluam të falemi në vitin e 10 të Daves, por pra të profecisë, por për arsyeën se për aq kohë sa Isra dhe Miraxhi ndodhi pas vdekjes së Ebu Talibit, pas vdekjes së Hatixhes dhe pas Taifit, atëherë I bie që dhe duke qenë se namazi u ligjësua si adhurim, pra 5 vaktet e namazit u ligjësua në natën e Isras dhe Miraxhit, atëherë I bie që muslimanët kanë filluar të falen rregullisht pas kësaj ngjarje në vitin e 10 të Hijrit, të profecisë. Arsyeja e dytë që thuhet është që është një transmetim I Aishës radhiyallahu anha që Hatixha ndroi jetë përpara se namazi të bëhej detyrë. Që do të thotë, ne kemi disa transmetime, por mbi të gjitha para disa javësh përmendëm transmetimin e Abdullah ibn Mas'udit, I cili kishte ardhur në Mekë për të vizituar hallën apo tezën e vet, nuk kujtohet tani, dhe takon Abbasin. Dhe I thot, çfarë janë këta tre njerëz? Dhe Abasi I thot, ai është nipi im Muhamedi, ajo është bashkëshortja e tij Hatixha, kurse ai është nipi im, pra Aliu, dhe këta janë tre njerëz që lahen, pra e kishte për abdesin, dhe që falen në një mënyrë që askush si ata të tre nuk falet dhe nuk lahet dhe nuk e adhurojnë Allahun në faqe të dhëllë. Me fjalë vetëm këto të tre adhurojnë Allahun ashtu, që do të thotë
herët e kemi thënë që Hatixha ka fal namaz dhe ishte e para së cilës profeti sallallahu alaihi wasallam ja mësoi namazin dhe abdesin, edhe Aliu ka fal namaz, por gjithmonë kemi thënë që namazi në këtë periudhë derisa u bën 5 vakte të detyrueshme kanë qenë 2 rekat dhe nuk kanë qenë të standardizuar kohët ashtu siç i dim më pas. Por nga ana tjetër, dhe unë këtë tani kuptohet që të gjithë autorët që diskutojnë për këtë le të themi e lën evazive për këtë punë, sepse nuk ke si e ndan këtë. Ka transmetime siç është ky që i Aishës radhiyallahu anha që Hatixha ndroi jetë përpara se namazit ishte bërë detyrë dhe që shkon në harmoni me atë menim që tashmë e dim, dhe mbi gjithë ajo që është më e fortë dhe që është përsëritur vazhdimisht, besoj edhe ju e keni ngju, që Isra dhe Miraxhi kuptohet ka vlerë për të gjithë besimtarët dhe për të gjithë umetin nga le të themi rëndësitë e dispozitave që u përftuan nga ajo, por besoj e keni ngju që është një ngushëllim i madh dhe një dhuratë e madhe që Allahu ja dha në mënyrë të drejtë për drejtë dhe individuale profetit sallallahu alaihi wasallam pas vështirësive që i ndodhen kur ndroi jetë Hatixha, Ebu Talibi dhe vështirësitë në Taif. Besoj e keni ngju, me një fjalë, dhe ky lloj shpjegimi që ka zënë vend në shekuj praktikisht është pjesë e kësaj narrative. Por kjo narrative dytë me transmetimin nga Ibn Shihab az-Zuhri se surja Nejm nuk mund të ketë zbritur kurrë në vitin e 10, që të ketë përshkruar Isran dhe Miraxhin, për arsyeën se ajo flet për Menatin dhe për Uzën dhe për ngjarjen e Kisatul Garanik, pas së cilës besimtarët u kthyen nga Abisinia në Mekë duke menuar që mushrikët janë bërë besimtar. Kjo sure nuk është shpallur në vitin e 10 apo më pas, por është shpallur në vitin e 5. Këtë shpjegim dhe këtë sfondë bëra për të qenë i drejtë me të gjitha burimet që kemi, domethënë që ka mund se e kam thënë këtë punën e burimeve, me fjalë që ne bëjmë më të mirën e mundshme mrena mundësive, që do të thotë dëshmojmë atë që e kam thënë vazhdimisht, nuk kemi kronologji për shumë gjëra, dhe kur nuk kemi kronologji, kjo nuk do të thotë që njohja e jetës profetit alayhis salam është e vakët apo e pakët, kurse si, por e kam thënë, ata njerëz nuk e përfituronin ndonjëherë se do të vinin breza pas tyre që do ta studionin jetën e profetit në këtë mënyrë siç e studiojmë ne. Dhe aq më tepër e kam thënë, më e rëndësishmja, ata ishin njerëz që jetuan pa kalendar. Pra pa kalendar derisa profeti ishte gjallë, më pas sahabët e arritën kohën e umrit, atë që ndodhi në vitin e 17 të Hijretit. Tani filloj me atë që po e quaj kështu në një farë mënyrë një lloj hyrje e tretë, dhe që do të jetë kjo, që në qoftë se do të ndalonim tek të gjitha rivajetet që janë transmetuar për Isran dhe Miraxhin, me përqindje, me parafërsi, do të kuptonim që 80 apo 90% e këtyre rivajeteve janë të pasakta. Pse? Sepse një ngjarje e tillë që një njeri shkon me një kal 1500 kilometra larg nga Meka në Jeruzalem dhe pastaj nga Jeruzalemi shkon në qiell, është mënyra më e mirë për ata që trillojnë histori edhe fabula edhe folklorizma për ta mbushur këtë ngjarje me detaje të shumta. Po të hapësh kronika osmane dhe po të hapësh gravura osmane apo gravura iraniane, qoftë nga shiat, qoftë nga sunit, do ta shihni burakun me flatra. Për shembull, po të hapësh domethënë udhtimin e natës në anglisht, apo edhe në shqip, po në anglisht kryesisht në internet, dhe të hapësh video apo pamje apo foto të internetit, nga këto, jo foto të internetit që i kanë bërë njerëzit më mbrapa, jo, gravura për shembull të shekullit 11, shekullit 12. Janë kronika të tëra që flasin për këtë ngjarje të bashkëshoqëruara me ilustrime vizuale dhe pamore. Dhe këto ilustrime vizuale dhe pamore kuptohet që janë mbështetur në transmetime dhe në përshkrime me fjalë të asaj që ka ndodhur. Dhe buraku është gjithandej me flatra, ndërkohë që nuk ka asnjë transmetim kur përshkruhet buraku që ai ka pas flatra, që do të thotë
shtesat që janë bërë më pas janë aq të mëdha sa dietarët nuk kanë pasur dhe historianët nuk kanë pasur ngjarje më të sikletshme në historinë e profetit sallallahu alaihi wasallam për të situr dhe për të ndarë rivajetet dhe transmetimet e sakta nga transmetimet e pasakta. Në këtë kontekst, në qoftë se do t'i hynim dhe dhe përsëri, në qoftë se do t'i hynim dhe do të bënim një le të themi krahasim midis transmetimeve për Isran dhe Mirajin që janë të sakta dhe transmetimeve të gjithë periudhës tjetër të periudhës mekase, kemi më shumë hadithe për Isran dhe Mirajin sa për gjithë periudhën tjetër mekase. Në këtë kontekst, sepse do ta them dhe javës që vjen, po e them dhe këtu. Kemi hadithe të shumta që profeti sallallahu alaihi wasallam i ka thënë në përputhje apo në harmoni apo si pasojë e komunikimit që bëri me Xhibrilin për popull të ndryshëm që vuanin, dhe pastaj kur them popull, jo popull i përcaktuar, por grupe njerëzve të cilët i karakterizonte një gjunaf me një fjalë, dhe besoj keni ngjuar sepse janë ke Buhariu, janë ke Muslimi, thuan në për hutbe, për shembull për ata që hanin, pra që han kamatën, apo për ata që vonojnë namazin dhe nuk falen, apo ata që bëjnë immoralitete të tjera me radhë. Hadithe të tilla tek Buhariu dhe tek Muslimi apo tek Suneni i Imam Ahmedit janë nga 2-3 faqe. Në qoftë do të uleshim të lexonim të gjithë ato hadithe, atëherë këto nuk do të kishin drejt për drejti lidhje me sirën, por do të ishin, le të themi, dituri e rëndësishme, nuk diskutohet kjo, për aq kohë sa vjen nga Allahu dhe i dërguari i tij, ajo është dituri dhe nuk është informacion kurse si, por do të na humbte busulla dhe do të na shkonte Isra dhe Miraxhi 4-5 javë. Dhe 4-5 javë vetëm me Isra dhe Miraxhin, atëherë do të humbnim logjikën kronologjike të sirës dhe për këtë arsye un kam zgjedh këtë, le të themi, këtë lloj shikimi të kësaj çështje që do të përmendim kronologjikisht pak a shumë çfarë ka ndodhur me pra pa hollësi në këtë lloj udhëtimi të profetit sallallahu alaihi wasallam nga Meka në Jeruzalem dhe pastaj nga Jeruzalemi në qiellin e dynjas, dhe do të merremi me atë që ndodhi më pas në Mekë dhe nuk do t'i lexojmë një nga një hadithet dhe rivajetet dhe raportimet që vinë në për librat e hadithit dhe librat e sirës, për arsyeën se thash ka shumë transmetime, ka shumë hadithe, dhe në këtë kuptim në qoftë se do të hapnim këtë derë, atëherë i binte që për ta bërë punën deri në fund duhet merreshim edhe me tefsirin e tyre dhe pastaj nga 4 do të shkonte 7 apo do të shkonte 8, dhe kjo na le të themi na e prish pak natyrën historiciste të mënyrës se si e kemi konceptuar gjithë këtë mësim. Prandaj në këtë kuptim unë do të mjaftohem me një lloj përshkrimi jo të përcipt, por le të themi mesatar. Tani ajo që ndodh është që rrugëtimi nis me 2 rivajete, të cilat janë jo kontradiktore, por janë disi të ndryshme. Në fillim thuhet që Xhibrili bashkë me Mikailin i shkojnë në shtëpi profetit sallallahu alaihi wasallam, edhe shtëpia është shtëpia e Umuhanit, që ishte një familjare e tij, dhe ishte një kushërire e Ebu Talibit, dhe raportimi i dytë është, dhe këto janë hadithe të sakta, është që profetit sallallahu alaihi wasallam i shkon Xhibrili dhe Mikaili në Hatim. Hatim është pjesa gjysmë rrethore brenda Qabes, që e kemi thënë që profeti sallallahu alaihi wasallam shpesh shkonte atje brenda, qëndronte por edhe falej. Por kjo ndodhi pasi kuptohet pasi u çlirua Meka, kurse kur ishte gjatë kohës që ishte në Mekë, lexonte Kur'an dhe falej, edhe pse aty kishte idhuj me fjalë, por nuk e bënte brenda, por e bënte jashtë. Në këtë moment thuhet, pra në këtë rivajet thuhet që po qëndronte në Hatim dhe ata e morën dhe i thanë që do të vish me ne. Tani, kjo pajtohet kështu, ose e kanë marrë nga shtëpia, sepse nuk ka logjik të flinte në brenda në Qabe, nuk transmetohet se ka fjetë në natë jashtë me një fjalë. E kanë marrë nga shtëpia dhe e kanë çuar në Qabe, pra në Hatim, dhe pastaj nga Hatimi e kanë çuar në Jeruzalem. Buraku përshkruhet, pra ishte një kafsh me të, dhe këto i tregon profeti sallallahu alaihi wasallam në mënyrë individuale sahabëve në vetë parë. Pra të gjitha këto nuk janë përshkrime nga sahabët. Sahabët nuk
Nuk e dini këtë, gjithçka që kemi për Isran dhe Miraxhin janë rrëfime në veten e parë të profetit. Por dallimi është, dhe javën tjetër do të theksoj më tepër këtë kur të flasim për pasojat e kësaj ngjarje. Me një herë në mëngjes, profeti i gjithë qytetit, sallallahu alaihi wasallam, të gjithë qytetit, ju tha vetëm për Isran, që do të thotë që isha në Jeruzalem, dhe nuk ju tha që isha në qiell. Më pas, dhe nuk e dim kur, por shpejt duhet këtë ndodhë, sepse për aq kosa ata u obliguan, pra ai u obligua me faljen e namazit, sigurisht që duhet i ketë thënë besimtarëve më një herë, por nga ajo që kuptohet është që ju ka thënë besimtarëve, por jo besimtarëve që shkova dhe fola me Zotin tim. Kurse për Isran ka një dialog që do ta themi javën që vjen inshallah me Ebu Xhehelin, kur zgjohet, domethënë në mëngjes dhe Ebu Xheheli e shef të hidhuruar, praktikisht me ith në fytyrë dhe i thot pse je kaq i hidhuruar, dhe kjo është ndoshta gjëja më e bukur dhe më kulminante e gjithë kësaj historie. I thot që jam i trishtuar për ashtu, praktikisht ky është termi, domthonë jam sad, domthonë jam i mërzitur për arsyen se mbrëm isha në Jeruzalem dhe kam frikë se populli im nuk do mbesojë. Dhe kjo është vërtetësia më e madhe e të qenit profet. Me një fjalë, gjithë profetët e rrem që dalin më mrapa, dalin me tambure edhe me bukuri edhe me një lloj pompoziteti që si mundin ju të mos ta besoni ne. Dhe historia profet rrem ka pasur do ketë për herë. Kjo është natyra thellësisht hyjnore e profetit sallallahu alaihi wasallam, që do të thotë kishte merak që argument pas argumenti ndoshta populli i tij nuk do e besonte. Dhe pastaj do flasim edhe javës që vjen për një keq kuptim të një fraze që ekziston tek Ibn Hishami, po ja u them paraprakisht për të kuptuar sfondin dhe peshën që kishte si sprov kjo lloj ngjarje. Ibn Hishami thotë që shumë prej muslimanëve të hershëm bën ridde, që do thotë u bën murted, sepse nuk e besuan këtë ngjarje. Dhe ky është një gabim, po nuk do ta sqaroj sot, por do ta sqaroj javën tjetër, sepse Imam Behakiu në një libër që unë e kam përmend, që është Delail el-Nubuwe, që do thotë shenjat e profecisë, apo gjurmët e profecisë, e shpjegon këtë, por do ta shpjegoj javën tjetër se kush është ai, domethënë diferenca e termit që përdor Ibn Hishami dhe Ibn Hisaku me termin që përdor Behakiu. Në këtë kuptim, buraku është kafsha të cilin Xhebraili ja sjell profetit sallallahu alaihi wasallam dhe i thotë që hip mbi të, dhe kur profeti i hipën, kuptohet buraku është, le të themi, i panjohur për të, i ngret të dy këmbët, si transmetohet në hadith, dhe në këtë moment Xhebraili e qorton dhe i thot askush nuk ka qenë më fisnik nga të gjithë ata që të kanë hyrë ty, se sa ky njeri këtu. Nga kjo dietarët kanë nxjerrë që kjo është një kafshë që e kanë hipur edhe krijesat tjera. A kanë qenë profet, a kanë qenë engjëj, a kanë qenë xhinë. Prandaj them që do të hyjmë në mënyrë të përcipëtyre muhabetet, sepse kjo nuk ka as, le të themi, vlerë historiciste dhe as nuk e shpjegojmë dot këtë punë. Përshkrimi është që është më e vogël, pra si kafsh, buraku është më i vogël se sa një mushk dhe është pak më i madh se sa një gomar, dhe përshkrimi i fundit që jepet për të është që hapin e kishte aq të madh sa hapi i tij ishte aq sa shtrije i shikimi, që do thotë kur hidhej në një vend, pastaj shkonte diku tjetër, pra çfarë kapte horizonti, aq ishte hapi i burakut. Në këtë kuptim, me këtë lloj shpejtësie praktikisht skëter, nuk është fare habi, dhe sigurisht që sepse ne këtë e besojmë, që profeti sallallahu alaihi wasallam mund të ketë shkuar në punë minutash apo punë orësh brenda natës nga Meka në Jeruzalem tek e funit. Atëherë ka qenë paqja të sot me një fjalë 1500 kilometra, që do të thotë mund të ketë, pra jo mund se është gabim në mënyrë, ka shkuar dhe nuk ka diskutim, por me këtë kafshë që përshkruhet në hadith të saktë, kështu është fare e lehtë dhe është fare e natyrshme. Rrugës transmetohet që Xhibrili i ka thënë që ndalo dhe fal 2 rekate. Edhe në njërin vend kur ka fal 2 rekate, profeti, kjo është gjë që ja u tërheq vëmendjen dhe është e bukur e gjitha historie. Vazhdimisht profeti pyet, po kjo çfarë është? Po këtu ku jemi? Po këtu çfarë po ndodh? Dhe Xhibrili përgjigjet. Dhe i thot, ku jemi këtu? Dhe thot, këtu jemi në Medinë, që ishte Yathrib në atë kohë, dhe ky është qyteti ku do të
bësh hijret ti. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam fal 2 rekat në Medinë. Më pas një periudhe kohe, thot ndalo edhe gjeografikisht, kjo ka logjik, ndalo këtu. Po këtu ku jemi, i thot profeti sallallahu alaihi wasallam, Gjibrili i thot këtu jemi në Medjen, kur Musa alayhis salam ishte i friksuar nga populli i tij se do ta vrisnin dhe u largua nga qyteti. Dhe aty fali 2 rekat. Pastaj i thot, pas një periudhe tjetër, po këtu ku jemi, këtu do të falësh 2 rekat thot, dhe këtu jemi në malin e Sinait, ku Allahu, pra në malin Tur, edhe në gadishullin e Sinait, në Egjiptin e sotëm, në kufi me Palestinën, me Izraelin, me fjalë, thot këtu i foli Allahu drejt për drejti Musait alayhis salam, dhe pas një farë kohe i thot këtu ndalo përsëri do të falësh 2 rekat, dhe kur e pyet po këtu ku jemi, i thot këtu jemi në Betlehem, aty ku ka lindur Isai, i biri i Meremes radhiyallahu anha. Këto tani ndodhin gjatë Isras. Pasi ndodhin gjatë Isras, ajo që ndodh më pas është një, sepse edhe një herë po ndjek të njëjtën logjik që ndjekin kryesisht autorët e sirës, por askush nuk ka të dhëna të drejt për drejta nga profeti sallallahu alaihi wasallam që kjo ndodhi në fillim dhe pastaj kjo ndodhi më pas dhe pastaj kjo ndodhi më pas. Sigurisht që ka ndodhur Israja përpara Miraxhit. Këtë nuk e diskutojmë sepse kjo nuk ka, pra është logjike. Por ajo që është e vërteta përmbledhëse e kësaj historie është që, siç e kam thënë vazhdimisht, ne nuk e dim se kur profeti i ka thënë këto hadithe. Dhe pjesa dërmuese e këtyre haditheve është se janë thënë në Medinë. Për shembull, hadithi i madh, i gjatë, që është tek kapitulli i xhenazes në librin e Buhariut, një ditë thot, një ndër sahabët, nuk kujtohet tani emri kush ishte, e lexova para sa ditësh, ishin me profetin sallallahu alaihi wasallam pas namazit të sabat në xhami. Xhami ku ne kishte xhami, janë në Medinë. Dhe na pyet, ja keni parë ndonjë ëndër? Dhe kush kishte parë ndonjë ëndër, ja thoshte atij, dhe ai thoshte mashallah. Dhe pastaj thoshte unë atëherë kam parë një ëndër. Dhe kjo është ëndra që është në përputhje të plot me ngjarje që i kanë ndodhur në Isra dhe Miraxh. Dhe thot më erdhën 2 persona. Dhe këto 2 persona janë Xhibrili dhe Mikaili dhe i shpjegon në fund. Dhe më morën dhe më thanë që do të shpjegojmë ty shumë gjëra. Po ta lexoj këtë hadith tani do 10 minuta vetëm ta lexosh, është 2 faqe e gjys. Dhe më dërguan tek një popull që dëmtonin veten me hekur, për shembull, po ta mani mend. Apo më dërguan tek një popull që hidheshin, apo tek një njerëz që hidheshin nga një lartësi dhe vazhdimisht. Si? Edhe një që çante fytin dhe pastaj fyti i ribëi përsëri dhe ai vazhdimisht vuante. Dhe në fund fare tregohen 6 apo 7 apo 8 kategori njerëzish dhe në fund fare i pyeta që tani më shpjegoni të gjitha ato që më treguat, sepse vazhdimisht kur ju pyesja se çfarë janë këto më thonin vazhdo. Dhe kur e pyeta për herë të fundit më thanë që ne jemi Xhibrili dhe Mikaili, ndërkohë që në hadith në fillim thuhet që më erdhën 2 persona, që do të thotë kanë pasur forma të ndryshme, forma të tjera, dhe ata më shpjeguan të gjitha. Tani kjo ngjarje që tregohet në Medinë në trajtën e një ëndre, ka hadithe të sakta që tregohet edhe si ndodhi e Isras dhe Miraxhit, që do të thotë ngjarje që kanë ndodhur on vitin e 5, on vitin e 10, nuk ka rëndësi tani, sepse ne do ta themi edhe nuk e ndajmë ne këtë punë se kurse ka nda dietar deri mesën është praktikisht e pandashme. Këto rivajete janë thënë pjesa dërmuese në periudhën medinase dhe më pas ne nuk mundemi dot që të bëjmë një kronologji të përcaktuar të këtyre, mund ta hipotetizojmë dhe mund ta hamencojmë dhe dietarët këtë kanë bërë kur kanë bërë shpjegimin, le të themi kronologjik pra një kronologji pa kronologji i biksaj apo një kronologji si më thon e detyruar për ta bërë në kuptimin që duhet të jenë ca gjëra që të shkruhen para ca tjerave, por jo se kemi garanci që këto kanë ndodhur përpara dhe këto kanë ndodhur më pas. Pra, nuk ka dyshim që Bedri ka ndodhur para Uhudit. Kjo nuk është vetëm kronologji për hir të kronologjisë. Kjo është kronologji sepse nuk mund të ketë Uhud para Bedrit. Kurse për këtë gjë nuk mund të themi që kjo ka ndodhur para kësaj, thjesht themi kështu përmendet dhe s'kemi që themi më tepër me fjalë për të qenë të drejtë me njëri tjetrin dhe me argumentet. Në këtë kuptim, të gjitha ndodhit që i ndodhin profetit sallallahu alaihi wasallam rrugës, mendohet se i ka ndodhur, pra veç këtyre namazeve që falin nga 2 rekat dhe 2 rekat, mendohet se i ka ndodhur
nga Meka në Kuds, në Jeruzalem, dhe pasi i ndodhen të gjitha këto ndodhi që pa popull të ndryshëm, për shembull pa popull të cilët kishin me më kujtohet tani thjesht për të dhënë një lloj përfytyrimi, pa një popull i cili hidhte farat e agrumeve dhe të kulturave dhe të frutikulturave të veta në një ditë dhe të nesërmen i korta ato. Dhe kur profeti sallallahu alaihi wasallam e pyeti Xhibrilin ç'është ky popull kaq i begat që merr kaq prodhim nga të korrat e tij, ai i thotë që këta janë ata të cilët dolën në luftë për hir të Allahut dhe ndruan jetë atje. Pastaj në një moment tjetër kalon nëpër një luginë e cila mbante një erë të mrekullueshme dhe e pyet kush është kjo luginë dhe e kujt është. Dhe ajo i thotë kjo është lugina e shërbëtores së Firaunit. Dhe ne dim kush është historia e shërbëtores së Firaunit, e cila po krehte flokët e vajzës së Firaunit dhe në një moment i bie krëri. Është një hadith i saktë i transmetuar në librat e hadithit. Dhe kur i bie krëri, thot bismillah. Këtu është origjina e asaj kur neve bëjmë që rrëzohet një fëmijë apo na bie diçka apo vritet dikush, i themi bismillah, domethënë që qoftë paqëderë dhe në emër të Zotit. Dhe ajo i thot çfarë është kjo? Vajza e Firaunit, hadithi është i saktë, dhe ajo i thot që kjo është, dhe i bën shpjegimin që kjo është në emër të Zotit dhe bëhet për të kujtuar Allahun, dhe ajo i thot, ke ti tjetër ilah, ke ti tjetër Zot përveç babës tim? Dhe përgjigjja që ajo jep është që në një transmetim është sigurisht ai është Zoti im dhe Zoti yt, dhe në një transmetim tjetër thuhet Zoti im, Zoti yt dhe Zoti i babait tënd. Dhe pastaj ajo lajmëron Tjatin, dhe pastaj ato e dënojnë duke e futur në ujë të valuar bashkëshortin e saj, gocën e kësaj të vogël dhe këtë. Dhe ky është hadith i saktë, është ngjarje e vërtetë dhe tregohet që në natën e Isras ka parë një luginë me një erë të mrekullueshme që ishte prej tyre, që do të thotë ky është një dimension përtej dimensionit ton. Tu nuk po flasim për histori edhe për historicizëm, por thjesht i përmendim këto realitete dhe po t'i përmendim me detaje, me fjalë do të na merrnin shumë kohë dhe siç e thash do të na humbte busulla e karakterit historik të kësaj që po themi. Ajo që transmetohet është që kur kanë arritur në Jeruzalem, një ndër gjërat që thuhet, me fjalë tani para apo më pas nuk e dim, është që Xhibrili që profeti sallallahu alaihi wasallam i është ankuar për etje Xhibrilit dhe i ka thënë që më pihet. Dhe Xhibrili në një transmetim i sjell dy kupa dhe njëra kupë është me qumësht dhe njëra është me verë, dhe në një transmetim tjetër i sjell, dhe tu ka një simbolizëm, i sjell një kupë me mjalt, një kupë me qumësht dhe një kupë me verë, dhe i thotë zgjidh për veten dhe për umetin tënd. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam transmetohet që mjalt ha vetëm pak. Dhe simbolika që shpjegojnë dietarët është që mjalti janë të mirat e tepërta të kësaj dynjaje, që po të hysh dhe të zhytesh në to mund të humësh praktikisht shumë çka dhe mund të devijosh në kuptimin e le të themi një rrëmbimi nga bukuritë e dynjas. Dhe pastaj midis qumshtit dhe verës ne e dim që profeti alayhis salam zgjodhi qumshtin dhe Xhibrili i thotë që zgjodhe sakt, dhe kur thotë zgjodhe sakt në kuptimin që në momentin që flasim, vera ishte ende e lejuar dhe muslimanët e Medinës pinin verë, edhe pse transmetohet që profeti sallallahu alaihi wasallam nuk ka pirë kurrë verë dhe nuk ka pirë kurrë asnjë lloj alkooli në jetën e vet. Pas kësaj, pra apo bashkë me të apo afër kësaj, transmetohet dhe ngjarja e çarjes së gjoksit për të dytën herë, që ka ndodhur 2 herë, kemi thënë herën e parë, dhe profeti alayhis salam i çahet gjoksi nga Xhibrili dhe Mikaili vjen me, ka 2 transmetime, është njëra me ujë zemzemi, pra është një kupë me ujë zemzemi ku i lahet përsëri, por dallimi në këtë rast është që në këtë moment zemra e tij nuk e ka më pikën e zezë që ja ka hequr kur ka qenë 5 vjeç, që do të thotë është pika e zezë ku grumbullohen gjunafet edhe të këqijat që njeriu bën, por është një zemër e pastër dhe dietarët kanë thënë që kjo ka ndodhur dhe nuk ka diskutim që ka ndodhur, është hadithi i saktë, kjo ka ndodhur që t'ia forcojë zemrën profetit sallallahu alaihi wasallam paraprakisht lidhur me ato që do të shifte në Miraxh, sepse tani bëhet fjalë që të kaloj në Miraxh. Dhe
pasi ja çan gjoksin dhe ja pastron zemrën, në njërin transmetim thash është larja e zemrës me një kup nga uji i zemzemit, kurse në një transmetim tjetër është ja lan zemrën, edhe pse është metaforike, ja lan me iman, që do të thotë ja forcon zemrën akoma dhe më tepër me besim, dhe pasi ja vendos në kraharor përsëri, ndodh një ngjarje tjetër që është ngjarja e bashkimit të gjithë enbijave dhe murselinëve dhe të dërguarve dhe profetëve pas profetit sallallahu alaihi wasallam. Transmetohet që kur ka shkuar në Beitul Muqaddis apo Beitul Maqdis, pra në tempullin e madh të Solomonit të dikurshëm, dhe kuptohet nuk kishte Xhamia Aksa akoma atje, nuk kishte, domethënë, Dome of the Rock, nuk kishte kubeg të gurt, nuk kishte ende atë që ne shohim sot me i fjalë, por dije që ishte vendi ku ishin falur dhe që kishin adhuruar Allahun profet të shumt, dhe thot e kam të qartë se ku i lidha frerët e burakut, aty ku i lidhin të gjithë profetët. Besoj keni ngjukte si detaj me i fjalë, dhe hyra në vendin e Beitul Maqdis, nuk thuhet në xhami, po thuhet pra në vend falje, në musale, si më thon, dhe fala 2 rekat. Tani një transmetim është që fala 2 rekat dhe pastaj kur ktheva kokën, Xhibrili më tha, ai njeh këta, dhe unë thash jo, dhe ata thanë, ata janë të gjithë të dërguarit dhe enbijat dhe murselinët dhe rusulët me i fjalë, që kanë qenë përpara teje, dhe praktikisht dietarët thonë që kanë 124.000 profet dhe rreth 308 apo 309 apo 310 të dërguar, pra rusul, dhe të gjithë ata, pasi profeti fali 2 rekate, filloi që të thirrej ikameti, dhe kur u thirri ikameti ne filluam të gjithë të falesh, nuk kuptohet, nuk tregohet çfarë namazi është me i fjalë, edhe sepse s'ka akoma një namaz yleje, ikindije, akshami, yacia apo sabahu, për arsye se kjo ndodh në Miraxh, por të gjithë falen pas tij. Dhe pas kësaj ngjarje ka një komunikim dhe një diskutim të profetit sallallahu alaihi wasallam me Musain alayhis salam, me Isain alayhis salam dhe me Isain alayhis salam. Me Ibrahimin, me Musain dhe me Isain. Përshkruhen ka hadithe të ndryshme, me shumë kujtohet tani që Isa alayhis salam përshkruhet se thuhet se ai ngjante shumë Urwa ibn Mesudit. Kjo është interesante, edhe këtë e kam vetëm nga vetja, nuk e lexova dikush te. Urwa ibn Mesud është një besimtar që ishte nga fisi i Thekafëve, është bë besimtar në pas krijimit të Mekës, pra pas marrjes së Hunenit, pas marrjes së pra pak para marrjes së Taifit. Dhe Urwa ibn Mesud në momentin që flasim ka qenë jo besimtar. Profeti sallallahu alaihi wasallam nuk mund ta ketë thënë këtë hadith apo këtë përshkrim të Isait alayhis salam duke e krahasu Isain alayhis salam me një jo besimtar, që do të thotë ky hadith, po them mund tani se nuk ka që der me i fjalë të bëjmë këtë lloj arsyetimi, nuk mund t'ja u thoshte besimtarëve të nesmen, apo disa javë, apo disa muaj, apo edhe disa vjet pas kësaj për Urwa ibn Mesudin, të cilin ata nuk e njihnin. Sepse ishte një qytet tjetër dhe ishte një jo besimtar. Ai u bë besimtar pas marrjes së Hunenit, siç do ta themi kur të vi radha. Kurse për Musa alayhis salam thuhet që ai i ngjante njerëzve nga fisi Benu Shenua. Benu Shenua, nuk e di ku është, askush nuk e di ku është në fjalë, askush në kuptimin që në aq sa lexova nuk kishte as ke Ibn Hishami as ke Taberiu në një shpjegim se kush është fisi Benu Shenua, por duhet bëj referencë tek ata që do ta dëgjonin me fjalë, dhe me siguri Benu Shenua ka qenë një fis i njohur për ata dhe duhet ketë pas cilësi fizike të ngjashme me këtë lloj fisi me fjalë Musaj, kurse Ibrahimi alayhis salam gjithashtu foli me të, dhe Ibrahimi alayhis salam e pash që qëndronte me shtëpinë nga Beitul Ma'mur. Tani Beitul Ma'mur është një gjë, të cilën do ta shpjegojmë javën tjetër, që thuhet ka 1 apo 2 hadithe që është praktikisht analoge me Ka'ben, dhe thuhet që sikur Beitul Ma'mur do të binte nga qielli, do të binte fiks sipër Ka'bes, është një strukturë që është në qiell me fjalë. Sidratul Muntaha dhe 7 qiejt dhe profetët që qëndrojnë nga qielli në qiell dhe komunikimin me Allahun, kuptohet pas një hijabi, dhe realitetet e xhehenemit dhe xhenetit që profeti sallallahu alaihi wasallam
pa në kthim pasi komunikoj me Allahun, do t'i lëm për javën tjetër, sepse po t'i themi sot duhet dhe një orë tjetër me një fjalë. Dhe pastaj ajo që është më e rëndësishme, shumë më e rëndësishme, jo se sakton kuptimin që pra më e rëndësishme në kontekstin që ne po flasim, është mënyra se si reaguan Mekasit të nesërmen kur ja u tha këtë histori, dhe mbi të gjitha sqarimi që duhet bëjmë lidhur me atë termin që përdor Ibn Hishami, domethënë që kur ndodhi kjo shumë besimtar lan fen. Dhe që ky është problemi i fjalë, sepse ne e dim Ebu Sufjani kur takohet me Herakliun dhe kur e pyesin që ka prej atyne që e besojnë atë dhe pastaj lën fen, Ebu Sufjani thotë jo, nuk ka asnjë. Sepse praktikisht nga besimtarët e parë nuk ka transmetime që janë jo besimtar. Në fakt ka vetëm një tek, edhe e kemi përmend, që është Abdullah ibn Jahsh, që është kushëriri i profetit në Abisini, që tham u dha pas alkoolit, pastaj u bë i krishter, ishte i krishterë, ishte një ndër hunefat, u bë besimtar, që ishte i shoqi i motrës së Ebu Sufjanit, Ramla bintu Ebi Sufjan, që pastaj më pas u bë bashkëshorte e profetit sallallahu alaihi wasallam. Por në përgjithësi tek muslimanët e Mekës askush nuk ka një transmetim që ka lënë dikush fen prej tyre. Nuk ka diskutime. Kështu që inshallah në fundjavë e mbyllim Isran dhe Miraxhin duke fol sot folëm për Isran. Çfarë transmetohet pak a shumë që tham është nga Meka në Jeruzalem. Pastaj nga Jeruzalemi që hipën lart nga Beitul Maqdis për tek Allahu është ajo që quhet Mirax, vjen nga Me'arij, me fjalë nga Mirax do thotë instrumenti që të ngjit lart, praktikisht shkallë. Dhe nga kjo ka marrë domethënë emrin e gjithë ngjarja. Allah është shpërblet.